Leutrim Krasniqi, ekspert nga Grupi i Kosovës për Sisteme Gjeografike të Informacionit, ka theksuar se analizimi i gjendjes së burimeve ujore në Kosovë është thelbësor për të kuptuar realitetin me të cilin po përballet vendi. Në konsiderat të rolit thelbësor që luan uji për jetën e njeriut, ne kemi analizuar liçenet artificiale të Kosovës dhe kapacitetin e tyre ujor. Ky nuk është vetëm thjesht një studim teorik, por një analizë e gjendjes reale. Kemi parë sa i përket kapacitetit të ujit. Krasniqi tha se rajoni i Gjakovës, i cili furnizohet kryesisht nga liçeni i Radoniqit, kapaciteti i ujit për banor është dukshëm më i vogël në krahasim me mesataren e Kosovës. Kosova ka gjithsej 577 milion metra kub ujë, që përkthehet afërsisht në 360 metra kub ujë për banor. Gjakova, ose regioni i Gjakovës që furnizohet nga liçeni i Radoniqit me gjithsej 113 milion metër kub ujë, qëndron pak më mirë në krahasim me Kosovën me gjithsej 423 metër kub ujë për banor. Sipas Krasniqit, kjo situatë paraqet rrezik real për Gjakovën, pasi liçeni i Radoniqit nuk furnizon vetëm komunën e Gjakovës, por edhe disa komuna të tjera përreth. Rreziku është real edhe për Gjakovën, sepse burim kryesor është liçeni i Radoniqit, që është furnizues jo vetëm për komunën e Gjakovës, por edhe për disa komuna të tjera. Kur bie niveli i tij, problemi nuk shihet më njëherë, por ndihet sidomos gjatë sezonit së korrikut të gushtit. Me temperatura të larta dhe rreshje të pakta, rezervat shpenzohen shumë shpejt. Kjo nuk është një situatë hipotetike, por është një realitet që është duke përsëritur çdo vit. Në përfundim, Krasniqi theksoi nevojën urgjente për menaxhim më të mirë të burimeve ujore dhe planifikim afatgjat, në mënyrë që të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ujë për qytetarët e Kosovës.